por shëndetje dhe dashuri që më zana. Tani në visht, pyet dhe lagunat kanë hyrë në sezonin kulmor të shikimit në shumë vise të Kinës. Pas këtyre pamjeve të bukura, fushihet vlera të konsiderueshme ekologjike. Le të marrim për shembull pyet. Kohët e fundit të pyet malore në të gjithë Kinën veriore kanë qenë plot ngjyra të gjalla me gjethe të kuqe të ndezura, qinkëgo të arta dhe pemë të gjelbra që kërshetohen në një pamje të mrekullueshme. Ndryshimi i ngjyrës së gjetheve është në fakt një strategji mbijetese për pemët. Ndërsa temperaturat bien, klorofili shpërbëhet. Karoteno i tetë dhe antocianinat e fshehura më parë kthehen në të verdhë dhe në të kuqe. Një kohësisht pemët riciklojnë në lëndët ushqyese nga gjethet e tyre dhe i ruajnë ato për timrin. Ky proces jo vetëm çrrit aftësinë e pemëve ndaj të ftohtit, por edhe përmirëson qëndrueshmërinë e përgjithshme të ekosistemit pyjor. Ndërsa likadinat ofrojnë një pamje lehtësisht të ndryshme. Ujëra të qeta bimësin në ngjyrë të artë ose kafe, dhe zogjë shtektarë që ndalojnë në këto zona për pushim dhe ushqim. Si sethare ekologjike, likadinat sigurojnë në ushqim, ruajnë në ujë e shiut, rregullojnë në klimën dhe filtrojnë në ndodhje. Ato shërbejnë gjithashtu si pika furnizimi për zogjët shtektarë në mirëklimin e tyre të lehtë jugut, duke ruajtur biodiversitetin. Ekspertët e ekologjisë theksojnë se peizazhi madhështor vjeshtor i pyjeve dhe likadinave është një pasqyrim i drejtpërdrejtë i shëndetit të ekosistemit. Mbrojtja e pyjeve është thelbësore për rritjen e pemëve dhe mbijetesën e kafshëve që jetojnë në to, ndërsa mbrojtja e likadinave ndikon drejtpërdrejtë në cilësinë e ujit dhe sigurinë e habitatit të zogjëve shtektarë. Të dyja janë të lidhura ngushtë me mirëqenien e njeriut. Prandaj, kur vlerësojmë bukurinë e natyrës, duhet të kujdesemi edhe për mbrojtjen e mjedisit, duke kontribuar në ruajtjen ekologjike nëpërmjet turizmit të qytetëruar.